Pasaporta amerikane do të njohë vetëm 2 gjini, mashkull dhe femër. Gjykata Supreme i jep të drejtë Trumpit të zbatoj kufizimet e pasaportave. Donald Trump po kërkon të përmbysë një politikë të Bidenit që u lejon të aplikantëve transgjinor të zgjedhin mashkull, femër apo X si shënues gjinor. Gjinia përcaktohet që në lindje dhe atill shënohet edhe në pasaportën e një shtetasi amerikan, që nga viti 1992 Departamenti i Shtetit në rrethana të caktuara u ka lejuar njerëzve të zgjedhin një shenjë mashkullore ose femërore që nuk korrespondon me gjininë e tyre në lindje. Administrata Biden prezantoi opsionin X dhe bëri më të lehtë për aplikantët transgjinor duke hequr nevojën për provë mjekësore të tranzicionit të gjinisë. Prokuroria e përgjithshme Pam Bondi tha në një postim në platformën X se vendimi pasqyron pikpamjen e administratës se ekzistojnë 2 gjini dhe avokatët tanë do të vazhdojnë të luftojnë për këtë vërtetë të thjeshtë. Politika e Trump në fakt do të thotë që persona transgjinor, madje edhe ata që kanë kaluar plotësisht tranzicionin dhe kanë të dhëna mjekësore për ta vërtetuar këtë, nuk do të jenë në gjendje të kenë shënjues gjinor që korrespondojnë me identitetin e tyre.